Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për demencën nervore. Pra, është një plagje, si të thuash, e parakohshme e trurit. Nëse unë do të flas kështu, me të vërtetë unë bëj një gabim të rënd, sepse truri i njeriut ka një aftësi të çuditshme rigjeneruese. Mjafton që ne të gjejmë pikat e dobëta të tij dhe mënyrën se si ne duhet që ta riaftësojmë atë për punën e tij të përditshme. Pra, si do të ruajmë freskinë e tij. Truri, ashtu si edhe muskujt e njeriut, nëse ne i mbajmë aktiv gjatë gjithë jetës me ushtrime, me gjimnastik, me stimulime të ushqimit, edhe truri i njeriut mbetet i freskët dhe i kthjellët gjatë gjithë jetës së tij. Por, në rastet e pakujdesis, atëherë vëmë re që ndodh një humbje graduale e funksioneve mendore të trurit, shfaqen dobësime të mendimit logjik, ulje të aftësisë për të folur dhe për të kuptuar, një ulje të përqendrimit të kontrollit të sjelljes, duke prishur njëkohësisht edhe lidhjet midis proceseve psiqike dhe gjendjes psiqike të njeriut. Demenca ndodh atëherë në rastet kur qelizat e trurit, pra ato neuronet, dëmtohen dhe vdesin kur ne tregojmë shumë të pakujdesshëm karshi tyre. Atëherë, le të kujtojmë që këto neuronet janë me të vërtet ashtu si ato fijet e korrentit, të cilat kur ato bien në mas, ato digjen dhe shkatërrohen. Po kështu edhe fijet e nervave, nëse nuk ushqehen mirë, edhe ato fillojnë të ngjishen me njëra tjetrën, të dëmtohen dhe të shkatërrohen. Pra, gjithmonë në rastet kur ne nuk tregojmë të kujdesshëm, kur nuk kapim sinjalet që na jep truri se po futemi në rrugën e demencës nervore. Kjo sëmundje kryesisht shfaqet pas moshës 60 vjet dhe mund të zgjasi deri në 15-20 vite nëse ne përsëri tregojmë të pakujdesshëm. Mund të shfaqet edhe më herët, sidomos kur kemi dëmtime fiziologjike ose metabolike. Si ndodh humbja e kujtesës? Kujtesa ruhet përmes rrjeteve sinaptike që lidhin qelizat nervore me njëra tjetrën, pra neuronet. Gjatë përsëritjes së informacionit, këto lidhje forcohen dhe informacioni kalon nga kujtesa afat shkurtër, pra tek hipokampusi, në qendrën e kujtesës afatgjatë, në korteks. Po si ndodh ky proces? Ja më dëgjoni me kujdes. Nëse unë marr dhe lexoj një tekst, truri im fillon në hipokampus dhe shënon disa pika. Nëse unë e rilexoj përsëri, ato rishënohen pika të tjera. Pra nëse unë e lexoj 3, 4, 5 herë, atëherë këto pika nuk do të jenë më të ndara kështu larg njëra tjetrës, por këto fillojnë të më formojnë një vijë, një gjurmë të caktuar. Njësoj tamam si një atlet, që kur ai nëse do të bëj vetëm një herë vrap, nuk mund të pretendoj për kampion, sepse nuk i kam stërvitur mirë muskujt. Po kështu edhe trurin. Nëse unë këto pika do t'i lë të ndara, këto me kalimin e kohës do të rallohen dhe këto fije pak nga pak fije neuronesh, pra unë bëj një krahasim shumë vulgar me këto, por kështu ndodh në qendrën e kujtesës, në hipokampus. Dhe mandej, kur kjo fije, kjo gjurmë bëhet e trash dhe kalon, le të themi, e ruajtur tek qendra e kujtesës në cipën e trurit, atëherë kjo lidhja është e fortë. Për ta mbajtur këtë lidhjen të fortë, unë her pas here duhet të bëj një stërvitje, një ushtrim të trurit, një gjimnastik, atë që ne do ta quajmë përsëritjen e një informacioni të caktuar. Dhe në këtë mënyrë, kjo gjurmë në sistemin tonë nervor ruhet për një kohë shumë të gjatë. Pra, përsëritja na ndihmon shumë mirë që trurin ta kemi sa më të freskët dhe afatgjatë. Nëse nuk e bëjmë këtë, do të bijmë në prehrin e demencës që këto lidhje fillojnë të shkatërrohen për shkak të grumbullimit të proteinave toksike, siç është për shembull beta amiloidi dhe tau. Këto proteina ndërpresin komunikimin midis neuroneve dhe bllokojnë transportin e ushqyesve brenda tyre. Trupi reagon me inflamacion kronik përmes qelizave imunitare të trurit, siç është kjo mikroglia, të cilat dëmtojnë më tej indin nervor. Si ndodh ky proces?
Për shembull, ne kemi vënë re shumë herë që fiksojmë, si të thuash, njëra pas tjetrës, objekte, le të themi, të cilat në fillim më lën gjurmë nëpërmjet një objekti të njohur. Çdo njeri i posaçlidur fikson të parën shtëpinë e tij, pastaj atë rrugën që është afër shtëpisë dhe pastaj shikon qendrën ku ai rritet dhe kjo qendër bëhet e lidhur edhe me objektet e tjera. Me kalimin e kohës, kur ky rritet dhe shikon shtëpinë, shoqërohen këto objektet me njëra tjetrën dhe ai përfytyron me të vërtet, le të themi, qendrën e fshatit ose të qytetit. Ose unë kujtoj një njeri me të cilin unë jam prezantuar edhe me dy të tjerë. Sa bëj lidhjen me atë njeriun e parë, mua më shoqërohet përfytyrimi dhe më vijnë në kujtesë edhe figurat e tjera. Në rastin e demencës nervore, çfarë ndodh praktikisht? Humbet ky ngacmimi i parë se si informacion ai është i ruajtur në tru, por mungon, si thua, ngacmimi, rruga për të shkuar në zgjimin e këtij informacioni të vendosur. Po cilët mund të jenë shkaktarët kryesorë që ne na çojnë te kjo demencë? Së pari, themi ndodh pas moshës 60 vjeçare dhe vëmë re që shumë njerëz pas kësaj moshe atë pjesën e qafës të cervikales e kanë shumë të theksuar. Që do të thotë, pjesa vaskulare e sistemit të qarkullimit të gjakut ndodh kështu, me shtrembërimin e qafës, vëmë re që arteriet dhe venat fillojnë të shtypen. Atëhere jemi në gjurmët e një demence vaskulare, që do të thotë rrjedhja e gjakut dhe oksigjenit në tru zvogëlohet, duke shkaktuar kështu mosngopje të qelizave të trurit me gjak, lëndë ushqyese dhe oksigjen. Nëse kjo mosngopje do të na vazhdoj për një kohë të gjatë, atëhere do të vëmë re që këto qeliza do të vdesin dhe do të më goditet ajo, si thua, qendra e kujtesës e para. Atëhere, nëse truri nuk merr rregullisht sasinë e oksigjenit dhe të lëndëve ushqyese, atëhere këto qeliza duke mbetur të uritura në vazhdimsi, do të vëmë re që ky tru do të shfaqë një lodhje të tij dhe në përgjithësi kjo shfaqet me, le të themi, nga tërres emrash, sikur e kemi një emër në maj të gjuhës dhe përsëri ne nuk e përmendim dot. Sikur e bëra një punë, për shembull, dhe unë e harrova. Të gjithë ju ka ndodhur, të moshuarve, që ai mund ta mbylli derën dhe mendon, "Oh, e mbylla derën apo jo, e harrova." E vë çelsin diku dhe e harron, për shembull. Ose i ka syzet në kokë dhe kërkon ku janë syzat. Ose kërkon diçka, për shembull, ka një mendim në kokë, për shembull, dhe sa të gjejsti lolapsin, fletën, syzat, e harroi atë gjë. Pra, këto janë sinjalet e para që truri na tregon se po futet në rrugën e demencës dhe shkaktari kryesor në këtë rast është vaskulariteti. Pra, mos ushqyerja e mirë e trurit me gjak dhe me oksigjen. Nëse do të vëmë re që ky informacion i depozituar në qendrën e kujtesës vjen si me përtesë, me vështirësi, atëhere duhet të marrim masa që të tregojmë me kujdes e para në drejtimin e qafës dhe e dyta në oksigjenimin e mirë të trurit. Mbaj mend këtë fakt. Nëse ne do të marrim frym me ngadalë, truri merr më pak oksigjen. Nëse ne e mbushim mirë, drejtoj qafën, bëj një masazh të qafës 1-2 minuta, masazhoj mirë skalpin e kokës 1 deri në 2 minuta dhe mbush mushkrin me oksigjen, pak e nga pak, derisa gjithë kafazi krahërori tim të mbushet mirë, të ngjishet, të zmadhohet dhe të mbushen ato anësitë e pjesëve fundore të mushkrive. Dhe këta ajër ta nxjerrim me ngadalë. Do të vëmë re që një sasi e madhe oksigjeni menjëherë më kalon në tru. Pra, bëj një oksigjenim të mirë të trurit e në veçanti të trurit të vogël dhe të korteksit, të cipave të trurit. Mos pirja e ujit, për shembull, qysh në mëngjes. Detyrimisht do të më çoj pak e nga pak në ngjishjen e qelizave të trurit që janë me miliona
dhe këto do të fillojnë që të afrohen, të ngjishen me njëra tjetrën dhe një pjesë e këtyre neuroneve të shkatërrohet. Pra, një gotë ujë në mëngjes do të na bënte shumë mirë për detoksifikimin e trupit. Pra, jo vetëm që më mbledh këto toksinat e trupit dhe i ashqit, por truri që është një masë ujore gati 80-85% e ka shumë të nevojshëm pirjen e ujit që nga mëngjesi deri në mbrëmje të paktën 1.5 deri në 2 litra. Çfarë duhet të kemi tjetër kujdes? Pra, kush më çon me shpejtësi tek demenca? Edhe pijet alkolike, nëse do t'jenë të shpeshta, pirja e duhanit, nëse është e shpesht, më shkakton një trashje të gjakut dhe një vështirësi në qarkullimin e gjakut. Pra, jo se do të bijem në prerjen e atij Alzheimerit vaskular, por truri fillon që pak e nga pak të paksoj sasinë e lëndëve ushqyese dhe të këtyre mikroelementëve, por njëkohësisht edhe të oksigjenit. Dhe gjithë kjo mungesë do të pasqyrohet në atë dobësimin e kujtesës dhe të gjitha proceseve të tjera nervore. Nëse do të tregojmë përsëri të pakujdesshëm, këto paksime, këto rënje të aktivitetit mendor, kjo mjegulltir e tëra në sistemin tonë nervor, do të na çojë deri në fund të jetës tonë si një paaftësi për t'i shërbyer vetvetes. Dëmtimet të sistemit nervor që mund të jenë, për shembull, qoftë dëmtimet nga këto goditje traumatike, siç janë për shembull këto ndeshjet e boksit, mundjet e kështu me radhë, ose gjuajtjet e shpeshta të topit me kokë, mundet që të na çojnë në lëndime, si thuaç, të cipave të trurit, të korteksit, dhe kjo pak e nga pak mundet që të na çojë drejt për së drejti në një demencë nervore. Ka edhe plot shkaqe të tjera, por le të themi, a mundet që njeriu kur e kupton që harron për shembull figura njerëzish, kur harron emra njerëzish, kur harrojnë për shembull një punë të kryer, një program pune që e kemi për sot, një takim ose një diçka tjetër, por ne na ka dalë nga kujtesa, atëherë çfarë mund të bëjmë? Së pari, mund të themi që ta fillojmë ditën me mbarësi, po si praktikisht. Mund të marrim një gotë ujë të ngrohtë dhe hedhim në të ose një lugë çaj me mjalt, ose le të marrim për shembull pak fara liri dhe chia, ti përziejmë, ti lëm 5 minuta dhe të pihet ky ujë me mjalt. Pra, një ujë që më ndihmon që më ushqen trurin dhe së dyti këto probiotikët. Tjetër, bëjmë një masazh të qafës dhe të gjithë skalpit të kokës, afërsisht 1 minutë. Kjo do të më ndihmojë qarkullimin e gjakut dhe do të më bëjë që oksigjeni të vërshojë në drejtim të trurit. Bëjmë një masazh ose një gjimnastik të gishtave të këmbës dhe kjo më ndihmon atë trurin e vogël dhe më përmirëson qarkullimin e gjakut. Pra, nëse masazhojmë ose thjesht mbledh gishtat e këmbëve dhe sikur t'i relaksoj pak me mollzat e gishtit të duarve, kjo më ndihmon shumë mirë tek truri i vogël dhe më përmirëson qarkullimin e gjakut dhe jep atë efektivitetin në veprimtarin e trurit dhe më largon, si të thuash, atë plogështin. Krahas kësaj, vim në të dy anët e pjesës së kokës, bëjmë një masazh duke masazhuar pjesët anësore, para veshit, mbrapa veshit dhe kapim veshin kështu, pra me një masazh 30-40 sekonda, bëjmë një tërheqje kështu, pra sikur e zgjatim, bëjmë të relaksimin këtu rreth 30-40 sekonda. Do të vëmë re që kjo më aktivizon këtë sistemin vestibular, më ndihmon ekuilibrin e trupit dhe njëkohësisht më ndihmon vigjilencën e trupit tim. Kur maksimalizohet efekti? Pra, me këtë pirjen e ujit, me këtë masazhin tek qafa, skalpi, me këtë mbushjen e mushkrive me ajër kështu dhe çlirimin pak e nga pak të saj, me këtë marrjen e mjaltit ose të ndonjë probiotiku tjetër, do të vëmë re që truri jon do të fillojë një farë rigjenerimi dhe riaftësimi. Nëse ne do të kalojmë nga dita në ditë, duke filluar këto ushtrimet dhe njëkohësisht
këto produkte që ne kemi sjell këtu në tavolinën tonë, do të vëmë re që kujtesa do të filloj të pësoj një farë riaktivizimi, një farë rizgjimi. Mos i humbisni këto shanse që gjatë jetës juve të përdorni fruta të ndryshme të thata, si që janë ara, lajthia, bajamja, të pasurat plot e për plot me acide organike dhe me minerale të ushqyeshme për trurin tuaj. Duke i kombinuar këto, qofte edhe sikur një lugë gjelle në ditë të konsumojmë nga arët, ose nga bajamet, ose nga lajthit, të shoqëruara me pak mjalt, të masazhohet mirë pjesa e qafës dhe skalpi të kokës, të zhvillojmë atë ushtrimin e gishtave të këmbës dhe pse jo edhe të shputës së këmbës me ndonjë pajisje që relakson këmbën, qofte edhe 1 minutë, mbushja e trurit me oksigjen duke bërë këto frymarrjet, pse jo edhe muzika e dhomës, ose muzika klasike, ose le të themi disa cicërima zojsh, pra zhurma në natyrë, të cilat me të vërtet e rifreskojnë dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Shpesh mund të përmendim edhe muzikët klasike të Gjergj Lekës, të cilat duket sikur janë me të vërtet një hormon natyral në trupin e njeriut që të na japi një çlodhje të trurit dhe një rifreskim të tij. Dhe le të vemi në fund tek disa çajra bimor, të cilat ndihmojnë më së miri qarkullimin e gjakut, ushqejnë më së miri gjithë organet dhe në veçanti sistemin nervor. Le të fillojmë. Ne kemi bërë një kompozim të një piperi, të kuq, të bardhë, të zi dhe pak ginger. Pse e kemi bërë këtë gjë? Në mënyrë që ky piper i përzier të më bëj ngacmimin e receptorëve të qimeve thithse në zorët e holla dhe në zorën e trash, dhe këtu mua këto të më përmirësojnë ushqimin e sistemit nervor. Duhet të mos heqim dorë nga disa çajra bimore, si që janë për shembull Helichrysum italicum, Ginkgo biloba, rozmarina, borziloku, të cilat rizgjojnë aktivitetin e trurit, i japin atij një gjallëri, heqin plogështinë dhe atë mjegulltirën dhe më japin një rifreskim me të vërtet të proceseve nervore psiqike dhe të gjendjeve psiqike të njeriut. Kemi hipofaren, e cila është një frut bimor në brendësitë të cilit ndodhet kjo koenzima Q10. Përmirëson shumë mirë kujtesën. Turshit me lakër, karota, speca ndihmojnë shumë mirë në largimin e toksinave nga trupi dhe të metaleve të rënda nga truri. Atëhere, kemi njëkohësisht dhe uthullën e mollës, e cila më përmirëson qarkullimin e gjakut, shega e egër 1 gotë në ditë bën jashtëzakonisht mirë, pasi është si një çlodhëse e sistemit nervor dhe sjell atë elasticitetin dhe plasticitetin e trurit në të vepruarin e këtyre proceseve nervore që ne përmendëm më sipër. Dhe krahas këtyre, le të vemi tek një trajtim më i thjesht në familjen tuaj. Një mëngjes me ujë të ngrohtë, ndoshta edhe me pak fruta dhe me pak mjalt. Pas saj, përdoren 2 deri në 3 gota çaj harmonia gjatë ditës. Mundet që të marrim 2 deri në 3 bustina, ose çaj harmonia, ose puhiza, që më jep një çlodhje dhe një relaksim të trurit. Hedhim gjatë ditës një miksim të rozmarinës, borzilokut në gjell dhe vazhdojmë që të marrim ose 50 deri në 100 ml lëng shege të egër të holluar me ujë, ose 50 ml deri në 100 ml lëng të aronjës, të cilin edhe neve e kemi pothuajse në të gjitha pikat e tregut ton, ose një lugë gjelle boronic, ose 50 ml lëng boronice. Në këtë mënyrë, duke konsumuar edhe 10-15 fije shafranin ditë deri në 20, ne ndihmojmë më së miri organizmin ton e në veçanti sistemin ton nervor, për të pasur një tru sa më të kthjellët dhe për t'ju larguar asaj demencës nervore. Si përfundim, demenca është rezultat i viteve të dëmtimeve të vogla, të cilat kur bashkohen në fund
ato e çojnë trurin në një gjendje jo të dëshiruar. Kujdesi duhet të filloj sa më herët, duke ruajtur trurin me ushqim të pastër, me lëvizje, me oksigjenim, me masazhe dhe qetësitë nervore. Nuk mund të ndalojmë kohën, por mund të ngadalsojmë shumë mirë plakjen nervore me mënyrën se si jetojmë çdo ditë. Truri kërkon ushqim, kërkon oksigjen dhe dashuri. Mos hiqni dorë nga këshillat tona dhe do të jeni me të vërtet me një sistem nervor mrekullisht të kthjellët deri në ditët e fundit të jetës tuaj. Ju faleminderit që na ndoqët. Ky ishte emisioni për sot dhe shumë i vlefshëm për ju. Mirupafshim në emisionin tjetër.